Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në këto 60 minuta. Pas pak në studio do ta kemi avokatin Muhamet Muja, i cili përmes padisë së tij që ka bërë Gjykatën Supreme është anuluar një vendim dhe një udhëzim me disa nene të udhëzimit administrativ, i cili obligonte pensionistët që të paraqiteshin çdo 6 muaj për lajmërim për të dëshmuar se janë gjallë. Derisa janë anuluar edhe nenet që parashinin suspendimin nga pagesa, si dhe ndërprerjen e pagesave të pensioneve pas vdekjes së pensionistëve. E më pas në lidhje direkte kemi kolegun ton Avgustin Palokaj nga Brukseli, i cili do të na informoj lidhur me zhvillimet e fundit që ndërlidhen me heqjen e masave ndaj Kosovës nga ana e Komisionit Evropian dhe diskutimet e bëra në kuadër të samitit të BE-s për Ballkanin Perëndimor. Por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. 4 komunat veriore të udhëhequra nga lista serbe votojnë për të tërhequr nga stacioni komunave të Kosovës, kërkojnë të jenë pjesë e një asociacioni të veçantë në vend. Pas heqjes së pjesshme të masave, Kosova pritet të përfitojë 205 milion euro në fillim të vitit. Eurodeputeti Roten kërkon që Kosovës t'i shqyrtohet aplikimi për anëtarësim. Zëreja vendos ta zbatoj vendimin e Supremes, e cila shfuqizoi 2 nene të udhëzuesit për liberalizimin e tregut të energjisë, por liberalizimi i tregut sipas zërejës vazhdon. Kuvendi i Shqipërisë zhytet në kaose për plasje fizike. Shkak për këtë bën akuzat për korrupsion ndaj zëvendës kryeministrës Balluku. 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovica, Veriut, Leposaviqi, Zveçani dhe Zubin Potoku, kanë votuar për të tërhequr nga Asociacioni Komunave të Kosovës, pasi duan të jenë pjesë e një asociacioni të veçuar me komuna me shumicë serbe në vend, raporton Radio Evropa Lir. Vendimi vjen pas zgjedhjeve lokale të tetorit, ku partia më e madhe serbe të Kosovës, Lista Serbe, riktheu pushtetin në 4 komuna. Kryetarët e rinj nga kjo parti kishin paralajmëruar në fillim të tetorit se do të rishikonin vendimet e marra nga kryetarët e deri tanishëm shqiptar. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Milan Radojević, ka thënë se antarësimi më parshëm në asociacion nuk ka qenë dëshirë e popullsisë serbe dhe e cilësoi atë një vendim politik. Në udhëheqjen e kryetarëve shqiptar, këto komuna ju bashkuan Asociacionit Komunave të Kosovës verën e vitit 2023. Asamblisi vetëm shqiptar në Kuvendin Komunal të Zveçanit, Ilir Peci nga PDH-ja, ka konfirmuar se Kuvendi me shumicë votash ka votuar për daljen e kësaj komune nga Asociacioni Komunave të Kosovës. Ai ka shtuar se në Kuvendin Komunal të Zveçanit janë 13 asambleistë nga lista serbe, një nga një listë tjetër dhe vetëm një asambleist shqiptar, duke theksuar se në këto rrethana nuk ka pasur mundësi reale për të ndaluar vendimin. Kosova pritet të jetë pa masa ndëshkuese të Bashkimit Evropian deri në fund të janarit të vitit të ardhshëm, derisa njëkohësisht do të përfitojë 205 milion euro ndihmë financiare nga Bashkimi Evropian. Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se ka marrë konfirmim nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen se masat do të hiqen tërësisht në janar. Von der Leyen vendimin për t'ia hequr një pjesë të masave të vëna Kosovës e ka quajtur lajm të mirë. E pas heqjes së masave, eurodeputeti holandez Thijs Ruiten ka kërkuar që hapi radhës për Kosovën të jetë shqyrtimi i aplikimit për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ai ka theksuar se masat e BE-s kanë qenë një politikë katastrofale dhe se tani Kosova mund të vazhdojë rrugën e saj evropiane. E për diskutuar dhe kuptuar detajet se përket heqjes në tërësi të masave, por edhe diskutimet në kuadër të samitit Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, kemi në një lidhje direkte kolegun ton nga Brukseli, Avgustin Palokaj. Atëherë, Avgustin, përshëndetje nëse na dëgjon. Përshëndetje. Atëherë, Augustine, dëgjuam presidenten Osmani, e cila tha se ka marrë një konfirmim nga ana e presidentes e Komisionit Evropian që heqja masave tërësisht e Kosovës do të bëhet në janarin e vitit të ardhshëm. Cilat janë informatat e deri tanishme, a dhe që ndrojnë këto informata? Po, atë që ka thënë presidentja Osmani, e që në një mënyrë ka konfirmuar edhe vetë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen përmes një postimi, është paralajmërimi i saj për heqjen e pjesës së tjetër të masave të mbetura. Është përmendur nga zonja Osmani janari i vitit që vjen. Burimet këtu thonë, përdorin termin në pjesën e hershme të vitit të ardhshëm, që mund të thotë janari, por mund të thotë edhe pak më vonë, por gjithsesi është e qartë se tash
brenda BE-s ka një kuptim që masat duhet të hiqen në tërësi, ato akoma nuk janë hekur. Vendim për heqjen e masave nuk duhet të ketë, sepse vendimi është miratuar çmoti, por gjithçka ka qenë në duart të Komisionit Evropian. E shërbimet e Komisionit Evropian kanë qenë hezituese për të hequr të gjitha masat. Dje, gjatë ditës, u konfirmua së pari nga një përgjigje që kishim marrë nga Komisioni Evropian që do të hiqen masat për 216 milion. Pastaj në mbrëmje pas samitit të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të BE-s u tha se do të hiqen në pjesën e hershme të vitit që vjen edhe 205 milion euro, dhe kur kjo të ndodh, atëherë do të mund të konstatohet se janë hequr të gjitha masat financiare. Por të rikujtojmë se ndaj Kosovës ishin shpallur edhe masa të karakterit politik, që do të thotë se Bashkimi Evropian kishte vendosur të mos takoj zyrtar të lartë të Kosovës në takime bilaterale, por paka shumë nuk janë respektuar këto masa, sepse ka pasur nga vendet e ndryshme të BE-s takime me zyrtar të Kosovës, ka pasur edhe takime në Bruksel, kështu që ato masa janë vërejtur shumë më pak se sa masat financiare. Prandaj, mund të themi se pas zgjedhjeve, në fillim të vitit që vjen, qoftë në muajin janar apo shkurt, pritet të hiqen të gjitha masat. Dhe Augustin, flasim pak edhe për samitin e mbrëmshëm të Bashkimit Evropian, i cili ka vazhduar edhe sot. Cilat ishin diskutimet ose çështjet kryesore që u diskutuan në këtë samit? Duhet të ndajmë dy gjëra. Sot dhe nesër është samiti i Bashkimit Evropian. Në këtë samit janë shumë tema. Tema më e vështirë është Ukraina dhe mënyra se si të financohet ai shtet, por është diskutuar edhe për zgjerimin në aspektin strategjik, si të qaset BE-ja procesit të zgjerimit, sepse tash përpos kritereve objektive që duhet të përmbushen në këtë proces, po diskutohet edhe elementi geostrategjik, rëndësia geostrategjike e procesit të zgjerimit. Ndërsa mbrëm ishte takimi vjetor i rregullt, samiti vjetor i BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor. Në atë samit u diskutua perspektiva evropiane e rajonit, bashkëpunimi i vendeve të rajonit me Bashkimin Evropian, dhe u konfirmua edhe një herë gatishmëria e BE-s për të vazhduar procesin e integrimit të vendeve të rajonit, por gjithmonë duke insistuar që edhe vendet e rajonit të tejkalojnë dasit që kanë, të përballen me trashëgimin nga e kaluara. E në këtë rast u përmend në veçanti se mungesa e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë i pengon të dyja në rrugtimin e tyre evropian. Nga samiti mbrëmshëm duhet veçuar edhe një fakt se në atë samit nuk mori pjesë Serbia, pasi kohë të gjata me gjas për herë të parë, sepse kështu kishte vendosur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Disa liderë evropian thjesht kanë thënë se nuk kanë ndonjë qëndrim rreth asaj, takon vetë Serbisë të sqarojë pse nuk ka marrë pjesë. Në anën tjetër disa nuk kanë dashur ta lusin presidentin e Serbisë që të vije. Ai edhe më parë kishte paralajmëruar disa herë se nuk do të shkon në samit në Tiranë, nuk do të vije këtu nëse nuk duat të bëjnë këtë. Kësaj radhe nuk ka pasur ndonjë, të them ashtu, trysni ndaj tij që ai të vije, por është thjesht është vendimi i tij dhe ne vazhdojmë edhe pa ato. Kështu që deklarata që është miratuar mbrëm në samitin BE Ballkani Perëndimor është një deklaratë e BE-s me të cilën janë bashkangjitur edhe 5 vendet të rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe thuhet në fund të deklaratës se me përbajtjen e kësaj deklarate nuk është përshtatur Serbia. Kështu që ai samit ka qenë në një mënyrë edhe hera e parë ku formalisht Serbia ka vendosur që të mungojë nga ky forum. Dhe Augustin, krejt në fund, cila është rëndësia e mbajtjes së këtyre samiteve, apo thjesht janë të rëndësishme ndoshta edhe për shkak të takimeve që mund bëhen me liderët e Bashkimit Evropian? Ato takime janë jashtëzakonisht të rëndësishme, sepse që nga samiti i Selanikit në vitin 2013, nuk kishte pasur samite të tilla deri në vitin 2019, ndërsa nga viti 2019 janë bërë samite të rregullta vjetore dhe së paku një herë në vit liderët e 27 vendeve të BE-s dhe liderët e institucioneve të BE-s takohen me liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Dhe këto takime të nivelit më të lartë politik kanë rëndësi të madhe politike. U pa dhe mbrëm, për shembull, ku presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka shfrytzuar atë takim
që para liderëve të ngreni çështje për të cilën unë besoj se liderët as nuk kanë qenë në dieni. Për shembull, masat ndaj Kosovës nuk kanë qenë të shpallura diku, të vendosura në mënyrë formale, të publikuara. Unë kam takuar disa diplomatë që kanë qenë pothuajse të shokuar kur kanë kuptuar se me masa janë përfshirë edhe tazëm të rinjët apo projektet që kanë të bëjnë me ujë të pishëm apo me mjedisin, sepse kanë menduar se janë vetëm masa ndaj autoriteteve politike. Kështu që ky rast ka dëshmuar që takimet e tilla janë shumë të rëndësishme nëse liderët duan t'i përdorin ato në mënyrë të duhur. Por nuk janë takime formale ku miratohen vendimet, sepse në procesin e zgjerimit vendimet miratohen vetëm nga ana e Bashkimit Evropian, ndërsa vendet kandidate janë ato që duhet të përmbushin kushtet që kërkohen në këtë rrugtim. Prandaj edhe BE-ja e mban këtë summit, por edhe takimet e rregullta në nivel të ministrave të BE-s me ministrat e vendeve të Ballkanit, si një dëshmi e përafrimit të rajonit me Bashkimin Evropian dhe tashmë konsiderohet në aspektin politik një lloj integrimi para antarësimit. Takimi i radhës pra pritet të zhvillohet në muajin qershor në Maltëzi, vendi i cili ka avancuar më së shumti në procesin e integrimeve në BE, dhe është vendosur që të formohet një grup i cili tashmë do të nisë të shkruajë traktatin e antarësimit të Malit të Zi, që në një mënyrë flet se sa afër është Mali i antarësimit në Bashkimin Evropian. Prandaj po them se në BE insistojnë që takimet e nivelit të tillë duhet të vazhdojnë dhe mungesa e Serbisë ka qenë një humbje për Serbinë më shumë se sa për të tjerët. Atëherë Augustin, falenderoj për gjitha këto informata. Ju falenderoj po ashtu. Faleminderit shumë. Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se 88% e flet votimeve për diasporën janë dorëzuar tashmë për zgjedhjet që do të mbahen më 28 dhjetor të këtij viti. Besnik Buzhala, drejtori i Zyrës për certifikim, regjistrim dhe kontrollin financiar të subjekteve, tha se operatori ekonomik është duke bërë shpërndarjen e fakove me flet votime në adresë të votuesve jashtë Kosovës, të cilët janë regjistruar për të votuar përmes postës. Sipas KQZ-s, afër 1941 dërgesa nuk janë dorëzuar për shkak se votuesi nuk ka qenë në shtëpi në momentin e tentativës së dorëzimit. Po ashtu në këtë mbledhje u bë ditur se janë përgatitur të gjitha materialet zgjedhore për të mundsuar votimin në përfaqësitë diplomatike të Kosovës më 27 dhjetor. Një ditë pas vendimit të Gjykatës Supreme ku shpalli kundërligjshëm dhe arbitrar vendimi për shkarkimin e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit Besim Kelmendit, KPK-ja ka mbajtur një mbledhje të jashtëzakonshme me dyert të mbyllura ku është diskutuar për këtë vendim. Por në këtë takim KPK, kryesuesi Ardian Hajdara i ka njoftuar anëtarët e KPK-s për pranimin e aktgjykimit të Gjykatës Supreme, derisa për zbatimin e këtij aktgjykimi anëtarët e KPK-s pritet ta trajtojnë në takimin e radhës, thuhet në njoftimin e këtij institucioni. Në gjykimin e Supremës ndër të tjera është konstatuar se KPK-ja nuk ishte quorum prej 6 anëtarësh kur e nxori vendimin, por më tepër sipas aktgjykimit Këshilli është dashur të zhvillonte procedurë disiplinore dhe të hidhte në votim raportin që përpilonte në kuadër të kësaj procedure. Shkarkimi i Kelmendit ndodhi një ditë pasi ai u intervistua si dëshmitar në prokurorinë speciale për hetimin e masakrës së Reçakut. Punimet në Kuvendin e Shqipërisë sot janë zhvilluar me tensione dhe përplasje fizike. Ishin deputetët e opozitës, ata të cilët pa nisur seanca u futën në sallë dhe ulën në karrigët e ministrave të qeverisë, duke u përplasur edhe fizikisht me punonisit e gardës, të cilët u përpoqën t'i largonin prej aty. Deputetët e PD-s ndezën flakadanët sapo kryetari i Kuvendit Niko Peleshi rinisi seancën pas disa minutave pushim. Opozita kërkonte të ishte qasje në akuza zyrtare të paraqitura kundër zëvendës kryeministres Balluku. Pas një orë përplasjesh ka përfunduar seanca e fundit plenare për këtë vit në Kuvendin e Shqipërisë. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka paraqitur kërkesë për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Balluku, e cila është edhe deputete dhe ministre infrastrukturës dhe energjisë, u ngrit akt akuzë më 31 tetor të këtij viti në ndyshimet se ka bërë shkelje gjatë dhënies së tenderëve.
Gazetari Kohës Faton Polisi ka marrë çmimin për gazetari nga koalicioni i organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë Konf për fokusin në të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve për vitin 2025. Konfi në një ceremoni të mbajtur të enjtë ndau 3 çmime vjetore në fushën e gazetarisë dhe 3 mirënjohje vetovjetore me titullin Meke fëmijëve. Policia mori çmimin për Sorin Sara, futbollistja që frymëzon. Polisi tha se është hera 2 që vlerësohet nga Konfi, por kjo ishte më e veçanta sepse përkon me lindjen e vajzës së tij të 4. Pos polisi çmime kanë marrë edhe Besian Beha, Albiona Hoxhaj dhe Herolenda Demi. Bordi i Zyrës së Regulatorit për Energji ka marrë vendim deklarativ për zbatimin e vendimit të Gjykatës Supreme, duke konstatuar se aktgjykimi nuk ndryshon apo shfuqizon të drejtat ose detyrimet e reja për konsumatorët në treg. Vendimi i zyrës u marr pas kallëzimit penal të bërë nga Oda Ekonomike e Kosovës ndaj anëtarëve të bordit të këtij institucioni për mosbatim të vendimit të Supremës. Zyra e Regulatorit për Energji ka aprovuar një vendim deklarativ për zbatimin e aktgjykimit të Gjykatës Supreme, duke konstatuar se vendimi i saj nuk pezullon daljen në treg të hapur të energjisë për bizneset. Në mbledhjen e bordit të këtij institucioni të enjtën, u tha se procesi i liberalizimit të tregut të energjisë elektrike vazhdon. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Departamentit Ligjor në ZRE Ymredin Misini u shpreh se Supremja ka sqaruar se shërbimi universal u takon vetëm konsumatorëve familjar dhe ndërmarrjeve të vogla. ZRE vlerëson se Gjykata Supreme nuk ka vendosur obligim pozitiv për ZRE-n për të nxjerrë një akt normativ të ri zëvendësues dhe as nuk ka urdhëruar pezullimin e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike. Përkundrazi, Gjykata ka konstatuar se tregu ligjërisht është i hapur dhe se zbatimi i ligjit primar dhe i direktivës 2009/72 vazhdon drejt për drejt, pa pasur nevojë për ndryrje shtesë normative. Gjykata Supreme ka shfuqizuar nenet e udhëzuesit për liberalizimin e tregut të energjisë që kanë të bëjnë me kriteret e daljes në treg të hapur, pas padisë që ka bërë Oda Ekonomike për dëmtim të bizneseve. E më 8 dhjetor, OEK-u ka dorëzuar kallëzim penal ndaj anëtarëve të bordit të ZRE-s për mosbatim të vendimit të Supremës. Sipas OEK-ut, vendimi i Supremës e kthen në pikën 0 daljen në treg të hapur të rreth 1300 bizneseve. Por sipas kryesuesit të bordit të ZRE-s, Ymer Feyzullahu, vendimi i regulatorit konfirmon zbatimin e vendimit të Supremës sa i përket udhëzuesit. Ky vendim që në një farë siç është prezantuar edhe prej Departamentit Ligjor është zbatim ose konfirmim i zbatimit vendimit të Gjykatës Supreme sa i përket udhëzuesit, i cili vetëm se ka qenë i shfuqizuar që nga viti 2021, mirë po është konstatuar edhe nga Gjykata Supreme me pezullimin e këtyre neneve të këtij udhëzuesi. Në rend të ditës ishte edhe shqyrtimi i planit investim 1 vjeçar të KEC-it dhe ai për menaxhimin e reduktimeve të humbjeve. Por nga antari i bordit, Gani Buçaj, u kërkua që këto të largohen për çështje teknike.